Gabimi i zakonshëm është vetë mjekimi. Ajo që pretendojmë që do ta vetë mjekojmë me ushqime, me çajra, me nuk e di, me mënyra alternative, pastaj është edhe një pjesë tjetër pacientësh që janë pak ose e mendojnë veten pak më të integruar në mjekësi, pavarësisht se nuk janë mjek, edhe fillojnë e trajtojnë veten me antiacide, me frenues të pompës, për vite, për muaj me radhë, pa ditur akoma shkakun se çfarë jep ose pa shkuar në bazë të sëmundjes. Vetë trajtimi para se të shkosh te mjeku është shumë i gabuar, sidomos kur zgjat me muaj të tërë, sepse një herë, dy herë edhe mundet soda e bukës si përdorin njerëzit zakonisht ose bikarbonati. Po, ka mënyra alternative që nuk janë dëmshme që mund të përdoren? Jo, nuk ka mënyra alternative që nuk janë të dëmshme nëse zgjasin. Domethënë, jo vetëm në refluks, por në gjitha sëmundjet koha është shumë thelbësore. Nëse ti e ke provuar një herë, dy herë, edhe nuk ka funksionuar herën e tretë, mos e provo më vetë, po shko te mjeku.